Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Shenja e peshorës. Për shenjën e peshorës, kalimi i Venusit tek shenja e Dashit është një periudhë vërtet që merr zjarr, domethënë. Fokusimi kryesor është tek partneritetet. Shikojmë vetëm edhe shumë qartë se cilët janë personat që nuk ne kanë më shumë të mirë. Ka dhe këtë si cilësi, domethënë kjo si periudhë ose karakteristikë. Prandaj dhe të gjithë shoqëria ose njerëzit që i njihnin po nuk i njihnin mirë, domethënë që i njihnin pak nga larg ose kolegët tanë, të cilët nuk është se ne kanë me aq të drejtë, gjatë kësaj periudhe fillojmë dhe i vëmre. Kjo është pak a shumë periudhë ideale në të vërtetë për shenjën e peshorës. Duke qenë se është një shenjë e cila për të qenë në një marrëdhënie mund të sakrifikojë vërtet shumë, mund të heqë dorë nga shumë parime të saj. Gjëse periudhe kupton se cilët janë këta persona që ja vlen që të heqë parime nga jeta ose ti mirëmbaj ato. Në përgjithësi, parimet janë gjë e mirë, por në qoftë se janë kanë themelet e tyre pra në disa ideologji ose kushtëzime të pashëndetshme, normal që është e shëndetshme për ne dhe e drejtë që t'i heqim nga jeta jonë dhe kjo është pikërisht momenti ideal. Por në këtë moment të shenja e peshorës vërtet që ka një rritje kolosale në karrierë. Vërtet, është periudha që lulëzon në karrierë, sepse këtu merr një ndihmë shumë më të madhe nga sistemi, bëhet person i kërkuar në pothuajse në çdo ambient, nuk ka rëndësi fare profesioni që keni, bëheni person që tregoni me gisht, domethënë për diçka në anë pozitive, domethënë, jeni shumë më të aftë, jeni shumë më tepër praktik, keni një veçanti e cila çdo problem mund ta shndërojë në mundësi në këto momente, prandaj dhe bini shumë më tepër në sy në lidhje me karrierën tuaj. Jeni shumë të suksesshëm, pra. Bëni pak a shumë një farë figure autoriteti. Ose profesional pra për punën që bëni, prandaj dhe vërtet që këshilla ime do të ishte që në vend që të fokusohemi kaq shumë tek partneritetet, do të këshilloj që të fokusohemi pak më tepër tek karrierë, sepse këtu do të keni më tepër mundësi që të krijoni të stabilitetin që juve e keni të domosdoshme në mënyrë që të mos jeni shumë të varur edhe nga partneri juaj. Pas kësaj, për shenjën e peshorës do të futemi në një fazë që është vërtet në një rritje konstante, por duhet ta bëj këtë, duhet të bëj ato, të kryej balancat siç duhet, fiks në këto momente. Dhe siç e thash, duke qenë se perceptojmë dhe se cilët janë miq dhe cilët janë armiqtë tanë, normalisht kemi edhe më tepër mundësi që ta krijojmë këtë balancë, kemi më të thjeshtë pra. Në lidhje me shëndetin, shenja e peshorës është në një fazë pozitive. Problemet, njëllësisht tek shenja e virgjeshës pak a shumë, problemet që kishin për të dalë dolën. Ajo rëndesa që mund të kemi pasur në botën tonë të brendshme, në anën tonë psikologjike, edhe atë tashmë e hoqim qafe, dhe kemi më tepër mundësi që thjesht të shohim përpara dhe të avancojmë. Ditën të vështirë, po e them që tani dita e shtunë mund të bëhet pak problematike në lidhje me marrëdhënien familjare për ju. Na vërtet që mund të bëhet problematike, madje do të këshilloja që në qoftë se mos për meshkujt, por edhe ferma normale mund të futen, në qoftë se nëna juaj mundohet që të thotë diçka, në cila është ose ju thotë diçka që është kundër partnerit tuaj, ose në një farë mënyrë ju le pikpyetje lidhje me partnerin tuaj, do të këshilloj që ta rishikonit dhe të vrojtoni situatën, mos e merrni fjalën e saj për të qenë, domethënë, sepse është një ditë e cila vërtet mund të bëhet problematike dhe mund të shkaktojë dëme të rëndësishme. Shenja e akrepit. Shenja e akrepit ditën e dielë, të dielë ditën 18 mars e ka shumë pozitive. Është dita që shndërrohet komplet, domethënë. Mitologjia e akrepit është akrep, gjarpër, Phoenix, është pak a shumë momenti që shndërrohet, që rilind nga hiri, pra, kthehet në Phoenix. Prandaj është shumë pozitive së ditë. Gjitha ato plagët që ka marrë deri në këtë moment gjen mënyrë dhe forcën për t'i shëruar, pra, gjen fuqinë brenda vetes. Prandaj për shenjën e akrepit jam vërtet shumë e lumtur të them që gjatë gjithë javës në vazhdim ka një ndikim pozitiv
pothuajse gjatë gjithë javës. Duke filluar nga dita e hënë, kemi hënën të vendosur ende tek shenja juaj, dhe mbi të gjitha do të vazhdoj që t'jë dhënë kënde pozitive, edhe pse të largët me Jupiterin. Vazhdojmë që të kemi ndihmë shumë të madhe nga sistemi. Këtë ndihmë në përgjithësi e marrim nga personat të cilët kemi besim tek fjalët e tyre, që mund të jenë pak a shumë njerëz që kanë një farë autoriteti në jetën tonë. Këtu nuk bëhet fjalë për bëhet fjalë për ata që janë pak a shumë mësues, pra në pikpamje ose në tjetër. Na kanë dhënë një farë informacioni, pra. Dhe ata bëjnë pak a shumë edhe drita gjatë gjithë javës në vazhdim. Është një javë shumë pozitive për shumë aspekte, një për të kryer lidhje të reja sentimentale, lidhje të reja partneriteti, për të rregulluar të gjitha marrëdhëniet që kanë qenë problematike në shtëpi, për të rishikuar dhe të gjitha lidhjet të cilat kanë qenë të thyera në partneritetet tona, të rishikojmë edhe një lidhje të shkuars me një sy tjetër më të shëndetshëm, në mënyrë që jetën në vazhdim të ndërtojmë në themele shumë më të forta. Shenja Akrepit javën në vazhdim e ka vërtet rilindje komplet dhe shumë pozitive për këtë arsye. Është një nga javët ku plagët vërtet që gradualisht fillojnë dhe, domethënë, ajo korja e fundit fillon dhe rrëzohet dhe del pikërisht personi që duhet të jetë, domethënë. Kemi një ndikim vërtet shumë pozitiv përsa i përket të ardhurave materiale, do të fillojmë që ta ndijmë punën që kemi bërë të marrim, pra të ardhur materiale, duke filluar që nga dita e martë të tutje. Kemi një komunikim vërtet shumë pozitiv, kemi fat vërtet shumë të madh, duke qenë se dielli ishte vendosur në këto momente tek shtëpia e tyre e fatit. Dhe mbi të gjitha këto, dim edhe se si t'i përdorim. Pra nuk është se thjesht i kemi, dim vetë se si t'i përdorim. Kemi ndryshimin në mënyrë se si edhe e shfaqin veten e tyre, shenja e Akrepit, prandaj edhe mund të kemi edhe ndjejmë edhe nevojën që të kujdesemi pak më tepër për pamjen tonë të jashtme, në disa raste mund të ndjejmë edhe të nevojshme që ta ndryshojmë atë. Kjo është diçka që vërtet do t'ju këshilloja, të këshilloj që të jemi pak më social, nëse kemi qëndruar pak më të izoluar gjatë kësaj periudhe, do të këshilloj vërtet që të fillojmë që të dalim të socializohemi pak më tepër. Dhe në qoftë se jeni në një lidhje, vërtet që do të këshilloja që këtë javë komplet, duke filluar madje që nga dita e diel, që nga data 8 mars, ta përdorni për të shëruar çdo lloj lidhje që keni në jetën tuaj, por sidomos lidhjen tuaj në partnerin tuaj, pra bashkëshortin, sepse është një javë të cilën e kemi këtë aftësi. Kemi aftësi që të transformojmë pra gjithçka në atë çfarë duam në jetën tonë. Shenja e Shigjetarit. Për shenja e Shigjetarit është një javë shumë e rëndësishme pozitive. Atëherë, do të mbaroj retrograda e drejtuesit tuaj. Mbaron ditën e Ente, që është edhe dita e Jupiterit. Dhe mbi të gjitha kemi edhe kënde pozitive të Jupiterit gjatë gjithë javës në vazhdim, si me diellin, po ashtu me Mërkurin. Do të jemi në një fazë shumë pozitive për këtë arsye, marr një ndihmë të vazhdueshme nga sistemi, duke qenë se Jupiteri është i vendosur tek një fix, tek Sirius, në të themi, i cili është ylli i sistemit. Prandaj dhe marrim edhe informacione, downloadime të vazhdueshme se cila është rruga që ne duhet të ndjekim. Bëjmë pak a shumë ajo drita në çdo ambient ku futemi, sepse jemi shumë më tepër të logjikshëm. Kemi një farë diturie, pra, dhe kjo normale që e shndron çdo ambient ku futemi, e shndron në një ambient më tepër të bekuar, mund të them. Kemi aftësi vërtet shumë të mëdha që t'i dallojmë njerëzit se kush janë të vërtet dhe si rridhon që ose është nevojshme të qëndrojmë larg të gjitha ato ciklet karmike që ekzistonin deri në këto momente, për fat të mirë i zgjidhëm dhe jemi në momentin që shenja shigjetare vërtet mund të rritet. Pak më tepër që Venusi është i vendosur tek shenja e Dashit, që është edhe shtëpia e dashurisë. Pra, prandesha e dashurisë është vendosur tek shtëpia e dashurisë, prandaj dhe jemi në fazën ku shenja shigjetarit është i dashuruar. Ka mundësi për të krijuar lidhje, jemi futur në fazën ku mund të kemi krijimin e fëmijëve, të familjeve, por më e rëndësishme është jemi futur në fazën e krijimit të jetës që ju dëshironi. Prandaj dhe është periudhë vërtet shumë pozitive. Mënyra se
do t'ju këshilloj që ta përdorni në maksimum, duke qenë se energjia është duke u riformuar në këtë moment, sepse Jupiteri kur është në momentet e fundit, sapo del nga retrograda dhe sapo ka filluar lëvizjen e drejtë, është shumë i ngadalësuar. Prandaj çdo gjë të këshilloj që ta bëni pak më tepër moderitet. Kemi mundësi që t'i bëjmë të gjitha gjërat, mjafton që ta kujtojmë vetëm këtë së gjë. Dhe të mos mundojmë që t'i bëjmë të gjitha gjërat njerëz, sepse asnjëherë nuk bën të gjitha gjërat njerëz, duhet të përzihen, t'i bëjmë një nga një pra. Një ndër këshillat e tjera, duke qenë se pengesat që kishim në lidhje me avancimin tonë në karrierë, tashmë i tejkaluam, ose të paktën i pam se cilat ishin ato, kemi mundësi që të rritemi shumë edhe këtu dhe për të krijuar edhe të ardhur materiale të mira, për të jetuar të qetë, të lumtur, na duhen edhe të ardhur materiale, ky është realiteti ku jetojmë, prandaj të fokusohemi edhe këtu ka rëndësi, siç e thash jemi pak të dashuar me jetën dhe ky mund të kthehet në një optimizëm i cili mund të bëhet pak toksik, ti jemi realist, ka shumë rëndësi për gjatë gjithë javës në vazhdim. Në lidhje me shëndetin, jam shumë e lumtur të them që për të gjithë ne, po sidomos për shenjën e shigjetarit, jemi futur në një fazë shërimi, sidomos në qoftë se keni pasur dhimbje pa kuptim në të gjithë trupin tuaj, është momenti i fundit. Pra dita e martë do të jetë momenti i fundit, edhe gjatë asaj dite do të jenë shumë më të zbutura. Shenja e bricjapit. Shenja e bricjapit është shumë e favorizuar në këto momente. Ka një vendosje shumë pozitive, keni një vendosje shumë pozitive, është Shunoja. Shunoja është në mitologjin grek është Hera, pra është gruaja e Zeusit, gruaja e Jupiterit. Dhe për këtë arsye është edhe perëndesha, ose më thënë mbretëresha e qiejve. Është një astret shumë i fuqishëm dhe shumë pozitiv. Domethënë, ndërkohë që Jupiteri është mbreti i perëndive, ajo është mbretëresha e perëndive. Pra ka një fuqi të ngjashme me Jupiterin dhe sjell gjithmonë fat. Ka një ndikim shumë pozitiv në lidhje me martesat, prandaj dhe në këto momente shenja e bricjapit është në fazën ku mund të gjej personin e jetës. Pavarësisht se kemi retrogradën e Mërkurit, këta persona i dallojmë, domethënë që të perceptojmë. Problemi vetëm është që mund të mos dimë se si të flasim, domethënë ky është problemi vetëm në lidhje me këta persona. Ndërkohë që në të gjitha aspektet e tjera kemi këtë aftësi, madje kemi një intuit shumë të lartë. Tashmë, duke qenë se sot kaloi dhe Venusi tek shenja e Dashit, kemi krijimin e një begatie, një bazament i vërtet shumë të fuqishëm, ku mbi të cilin mund të ndërtojmë komplet jetën që ne dëshirojmë, begatin që ne dëshirojmë, kemi një aftësi vërtet shumë të madhe për të qenë të suksesshëm në punë, jemi shumë më deciziv, edhe në mënyrë se si i bëjmë gjërat, edhe në mënyrë se si i komunikojmë ato, pavarësisht po e them, pavarësisht se Mërkuri është në retrograd. Jeni pothuajse e vetmja shenjë që nuk ndikojeni kaq shumë nga kjo, sepse në këto momente Saturni krijon shumë një bazament shumë të fortë, pra krijon rrënjë shumë të forta, duke qenë se është i vendosur tek shtëpia juaj e banesës, aty janë dhe rrënjët. Por këto nuk është se vinë pa në mbrapa shtesa nga mbrapa, duhet të jemi gjithmonë shumë të kujdesshëm. Marrëdhëniet që kemi familjarët tanë, duhet të jemi shumë të kujdesshëm, të mos e teprojmë ndjesin e përgjegjësisë dhe të tejkalojmë kufijin tonë. Duhet të bëjmë aq sa që jemi të detyruar që të bëjmë, ose më themi se çfarë është të shëndetshme që të bëjmë, të mos futemi në punën e tjetrit pra. Të mos imponohemi dhe të mos i lejojmë, sidomos prindrit tanë që të imponohen tek familja jonë. Pra, prindrit tanë të imponohen tek familja që ne kemi krijuar. Këtu bëhet fjalë për ata që janë të martuar dhe që po kanë krijuar familjen e tyre tashmë, duke qenë se një lloj siç ishte tek shenja e peshorës, edhe ju mund të jeni në këto ndikime. Kjo edhe për ju është e vlefshme ditën e shtunë, duke qenë se do të kemi hënët e vendosur tek ju dhe në këndë negative pikërisht me Shirone. Kjo mund të krijojë plagë vërtet të rënda brenda martesave ose edhe midis martënës që keni me prindrit tuaj, në qoftë se i lejoni për këto gjëra. Duhet të vini kufi të shëndetshëm dhe të mirëmbani ato, kjo është e rëndësishme, dhe të mos i lejoni personat që të tejkalojnë kufirin e tyre. E njëjta që është e vlefshme edhe në lidhje me partnerët tuaj, pra mos i lejoni që ata të kundërvijnë familjarëve tuaj, së prindërve tuaj. Qëndrova pak më tepër këtu, është një pikë e cila në këto momente po krijon disa dinamika të reja, të cilat në qoftë se vjen në vend që në këto momente nuk do të keni probleme për 2 vitet në vazhdim, por në qoftë se në këto momente i anashkaloni se zgjidhen vetvetiu, me mendimin se do të zgjidhen vetvetiu, atëherë do të mbani në kuris për 2 vite në vazhdim, që është detyrimisht nuk do t'ja këshilloja.
Në lidhje me çështje sentimentale, përmendesh një periudhë vërtet shumë pozitive, krijimin e lidhjeve të reja do t'ju këshilloja, por detyrimisht pas datës 22, sepse të gjitha lidhjet që krijojmë në këtë momente janë lidhje karmike. Por për ju kemi edhe një ndikim të tillë. Ish bashortët tuaj mund të rikthehen në jetën tuaj. Bashortë, personat të cilët keni bashkëtuar, që keni pasur lidhje serioze pra, mbi 1 vjeçare, po e them në këtë mënyrë, ata mund të rikthehen jetën tuaj për të kërkuar mbylljen e komplet të këtij cikli ose për të kërkuar që të rikthehen komplet në jetën tuaj. Se çfarë bëni me këto është në dorën tuaj, ju mendimin tim e dini, nëse nuk e dini përsëris. Unë jam kundër rikthimeve të lidhjeve të shkuara, sepse ka pasur një arsye që kam mbaruar që si zgjidhja është personale. Në lidhje me shëndetin, njëllësht të shenjat shëqetarit, jemi në një fazë ku kemi vërtet shërim për të gjitha shenjat dhe për ju, duke qenë se mund të keni pasur më problematike pjesën e fytit dhe mushkrit, domethënë, edhe kjo viroze që ishte në këto momente prekte këtë zonë, tashmë jemi futur në fazën e shërimit, si letoj dhe ju do të filloni ta ndjeni në mënyrë të dukshme, duke filluar që nga data 8 mars, pra ditën e diel. Shenja e ujorit. Për shenja e ujorit kemi një ndikim të rëndësishëm, pozitiv, më duhet të them, duke qenë se tashmë jemi futur në një fazë ku shenja e ujorit e di vlerën e tij shumë mirë. E di shumë mirë, domethënë, si vlerë materiale, se çfarë meriton nga puna që bën, po ashtu edhe vlerën që duhet të marrë nga familjarët e tyre, nga partnerët e tyre, prandaj dhe të gjitha lidhjet i krijon duke marrë parasysh këtë si gjë. Shenja ujore që gjithë javës në vazhdim ka mundësi vërtet shumë të mëdha dhe për të kryer të ardhur materiale të mira. Kjo vjen nëpërmjet investimeve. Një lloj siç ishte pak a shumë tek shenja e birgjireshës, në qoftë se bëjmë investime ose marrim disa risje të llogaritura mirë, keni mundësi edhe jo të mëdha për të fituar. Normale duhet jemi shumë të kontrolluar, duhet të llogarisim disa herë gjërat dhe duhet të llogarisim edhe se çfarë do të ndodh pas disa viteve, pra nuk duhet jemi të shikojmë vetëm për momentin, duhet të jemi vërtet larg pamës, gjë që ju e keni aftësi, prandaj edhe do t'i këshilloj që ta përdorni për këtë talentin tuaj. Për sa përket marrëdhënieve familjare që gjithë javës në vazhdim, jemi në një fazë shumë pozitive. Çdo problem që ka ose më themi situata që nuk kanë qenë pak të tensionuara nga java e kaluar, sidomos duke qenë se kishim edhe kënd negativ të Uranit me Marsin që ishte vendosur tek shenja juaj, tashmë fillojnë dhe zbuten, gjejmë rrugë të përbashkët, kemi një komunikim shumë më tepër pozitiv dhe mbi të gjitha kemi një aftësi kolosale, më duhet të them, që të gjejmë rrugë të përbashkët me pothuajse të gjithë njerëzit që kemi në rrugë në jetën tonë. Dhe këtu është më tepër vlefshme marrëdhëniet që kemi me kolegët tanë, pra kolegët tanë pak a shumë gjatë gjithë javës në vazhdim bëhen miqtë tanë më të mirë, sepse edhe mund të bashkëpunojmë shumë mirë me ta, jemi shumë më tepër efikas edhe në punës dhe se si e bëjmë atë. Dhe mund të jetë edhe një nga pikat që do t'ju këshilloja që ta përdorni për të bërë atë investim, pra që përmenda përpara, në mënyrë që të keni fitime të mira materiale. Ditën e diel për ju është shumë e rëndësishme, kjo e diel, data 8 mars, duke qenë se do të kemi një kënd pozitiv i cili shëron të gjitha pak a shumë traumat, ajo çfarë, pra në qoftë se e shpërdoronit param, pra është një farë shërimi nga sistemi që vjen ditën e diel, do të këshilloj për këtë arsye, për të gjithë ata që dëshirojnë, është me dëshirë, që të bëjnë një farë rituali ose meditimi, pra të vini një qëllim të mirë, pra në mënyrë që në jetën tuaj tashmë të mos keni harxime, pa kriter, të jeni më të përqendruar për se çfarë dhe të vijë dhe begatia më lehtë. Në lidhje me çështje sentimentale, jemi në fazën ku duam të kemi lidhje të reja, vërtet, kur Venusi kalon tek shenja e dashit dhe duam të gjithë të si gjë, dhe për ju është mënyra e komunikimit, ajo çfarë thoni, pra realizohet dhe mund të keni dhe për këtë arsye edhe njerëz që tërhiqni pak a shumë me fjalën tuaj në jetën tuaj. Për ata që kanë një lidhje, janë në një lidhje aktuale, është një fazë shumë pozitive sepse përzgjedhim shumë bukur fjalët që duhet të themi dhe i fitojmë dhe zemrën për atyre personave. Okej, shenja e peshëve. Shenja e peshëve është vërtet shenja që rritet shumë në këto momente. Ka një fat vërtet shumë të madh, vërtet ka fat shumë të madh. Problemi është se është edhe shumë impulsiv. Dhe një problem tjetër që ka, domethënë, është se ka më tepër besim tek fati se sa aftësitë e tij. Ndërkohë që mund të ketë shumë aftësi, domethënë, po më tepër që të
mbështetet tek aftësitë që ka, mbështetet tek fati. Kjo është një pak a shumë për të një paradoks, domethënë në këto momente tek shenja e peshqve kemi aftësi vërtet shumë të mëdha për të rritur, për të zhvilluar, por fokusohemi tek gjërat e gabuara, pra. Si rrjedhoj, këshillimi do të ishte që të mos veprojmë në mënyrë impulsive, sepse këtë kemi si tendencë, jemi dhe pak të lodhur dhe duam të bëjmë të gjitha gjërat tashmë, sepse duam të fillojmë që ta jetojmë jetën, por normalisht nuk na këshillohet, domethënë duhet jemi më të matur. Dhe këtë maturim mund ta gjejmë në qoftë se ne si fillim argëtohemi, në qoftë se nxjerrim atë trysnin, tensionin që ndjejmë brenda vetes, në një mënyrë ose në një tjetër. Gjithsecili ka hobit e tij, ka gjërat e tij të cilat i pëlqejnë që të bëjnë, do të këshilloj që të bëni ato. Dhe pas kësaj të fokusohemi tek gjërat që duhet t'i bëjmë, patjetër. Nëse i bëjmë ato, nëse i mbarojmë ato, kemi mundësi pastaj që të fokusohemi edhe tek gjërat e reja që duam t'i provojmë. Për sa përket ardhur materiale për shenjën e peshqve, ky është moment shumë pozitiv. Vërtet shumë pozitiv sepse kemi tërhequr në jetën tonë të një kapitali të mirë, domethënë. Ose mund të marrim të ardhurat të mira nga puna jonë, që kemi një vlerësim shumë më të madh në këto momente, sidomos persona të cilët kanë punuar për një kohë të gjatë tek i njëjti vend, në këto momente marrin shpërblim vërtet shumë të madh. Personat të cilët punojnë në mjekësi, edhe ata kanë një shpërblim vërtet shumë të madh, ose personat të cilët edukojnë masat në një mënyrë ose në tjetër, edhe këta kanë një shpërblim vërtet shumë të madh. Dhe në lidhje me shëndetin, është një fazë vërtet shumë pozitive, sidomos për personat që vuajnë nga sëmundje kronike, por më tepër personat që vuajnë nga alergjit. Jemi në një moment që alergjit vërtet shpërthejnë, sepse të gjitha lulet kanë çelur dhe në përgjithësi poleni është ndikues shumë i madh, por ky vit mund të jetë pak më ndryshe, sepse mund të keni disa zgjidhje më të lehta, mund të dalë përballë, domethënë disa zgjidhje më të lehta, prandaj do t'ju këshilloj që të drejtoheni për te mjekësisë klasike, pra të drejtoheni edhe tek mjekësia tradicionale ose ajo bimore, mund të gjeni disa zgjidhje të cilat mund t'ju ndihmojnë vërtet shumë. Në lidhje me çështjet sentimentale. Shenja e peshqve, sidomos duke filluar nga data 12 ndjes e tuti me kalimin e Jupiterit tek lëvizjet i drejtë, futet në një fazë ku ka shumë fat në dashuri. Vërtet shumë fat, domethënë kemi edhe rikthime në disa personave të cilët nuk kemi pasur lidhje, persona që mund na kenë pëlqyer pra në të shkuarën, por për një arsye ose për një tjetër mund na jenë ndarë rrugët, kemi rikthimin e tyre në jetën tonë për të provuar nëse mundet apo s'mundet që të krijojmë lidhje. E dim që deri në datën 22 është retrograda e Mërkurit, prandaj do të këshilloj që këtë ta bëjmë. Fillojmë pra ti marrim parasysh këtë personën pas datës 22. Faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri. Pafshim. Natën.